Është koha tani për intervistën e parë në studio. I ftuar është Nurudin Ibishi, një si çështjeve të sigurisë. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Ibishi. Mirëmbrëma, Kushtin, faleminderit për ftesën. Natyrisht flasim në fillim për stërvitjen në kuadër të Defender 2025 FSK për krah ushtrisë amerikane dhe vendeve të tjera anëtare të NATO-s. Çfarë rëndësie ka për FSK-n, për ushtrinë e Kosovës kjo stërvitje? Po kjo ka rëndësi të veçantë, ka se është ushtrimi më i madh në 10 vitet e fundit, pra pasi që ne u përjashtuam 30 para përfundimit në Defender Europe 2023 për shkak të masave apo të mosdërmarrjes të masat të shtensionimit, dhe kjo pat pak edhe efekte negative, por që disi u kompenzue me vendet të fësinjës në Shqipërinë dhe vendet tjera që janë në NATO, pra që një formë u rikuperum këtë pauzë pra të mos kyçi gjithësisht sankcionet që u vunë për shkak të situatës vitit 2023. Mendoj që pjesëmarrja FSK-s me 900 ushtarë në këtë edhe të jem një koqir, pra kjo e bën pra të veçantë Kosovën në një situatë kur situata edhe globale dhe regionale është jashtëzakonisht e tensionuar, jo vetëm nga lufta apo invazioni rus në Ukrainë, por gjithësisht edhe në aspektin global. Kështu që tash është sistemi integruar mes Afrikës edhe Europës edhe bashkëveprojnë forcat. Këto janë zhvilluar në 3 rajone të ndryshme, duke filluar nga por me destinacione ndryshme, nga pjesa e Baltikut, në pjesën e pra Ballkanit Perëndimor, për cilën edhe FSK-ja merr pjesë, por edhe në pjesën e Rumunisë, nga vetë rreziku i mundësisë së zgjerimit konfliktit. Çfarë do thotë për FSK-n, për ushtarët e Kosovës, ky ushtrim fushor me ushtrit e tjera për krah SBA-s dhe vendeve të tjera të NATO-s në përgatitjen, në aftësimin edhe më të tjeshëm të ushtrisë? Po kjo ka rëndësi veçantë nga se është një situatë sa më afër kushteve të luftës, nga ajo dhe bëhet edhe certifikimi edhe i pra ushtarakëve, po njëkohësisht njësiteve, pra luftarakët deri pra kompania Togo, kompania deri edhe te regimenti, kështu që ajo ngjesje ka shkaktuar ndoshta pak një vakum ka bërë, mirë po angazhimin e këtë bën një rikuperim të domosdoshëm edhe të nevojshëm që ne të jem krah me pra forcat e NATO-s. Në parë dhe ditë që në këtë ushtrim ku morën pjesë 12.000 pra ushtarë, 4.000 pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa 8.000 nga gjitha vendet, duke përfshi pra edhe Slovakinë, përveç vendeve të Ballkanit. Edhe normal Kosova pra ka kaluar gjitha ato edhe në aspektin e trajnimeve, edhe të ngritjeve kapacitete profesionale, po edhe standardizimit ndërveprimit me forcat e NATO-s. Kështu që kjo në aspektin praktik është sa më afër kushteve reale të luftës. Si ju duk ky realitet praktik, pra sot që ndodhet në këtë ushtrim fushor, përballja me një sulm ajror, flasim pikërisht pra në këtë ushtrim të sot? Po të thash, këto janë pra ushtrime ndoshta në përbërje pak më ndryshme nga ai ushtrimi që janë në 3 vende të ndryshme, pjesën baltike, pjesën e Ballkanit Perëndimor dhe pjesën lindore të Evropës, sidomos Rumunia, por edhe shtetet aty përreth. Po kjo tregon përveç ndërveprimit, tregon edhe aspektet praktike apo reale të luftës, se si ndërvepron njësiti, ushtari, edhe si e mbizotron cakun apo misionet që i Këtë rast përgatitja defanzive? Po, përgatitja tash ka situata të ndryshme, simulative, sulmi, mbrojtja, por edhe çështje tjera rreth sigurisë kibernetike, nga se ajo është pjesë e luftës, mandej simulimet në rast sulmit kimik apo edhe veprimeve tjera, duke masat mbrojtëse, sistemi dekontaminimit e kreta ato që e bën veçantë ushtrimin.
Gjithashtu do të përmendur edhe forcat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, si Divizioni 28 i Kancellisë Amerikane, i cili është i bazuar në aeroportin e Gjakovës, edhe ai komandon me gjithë rajonin. A çfarë të mësoj FSK-ja? Po, Operatyre. FSK-ja normal është pjesë e saj, po njëkohësisht edhe poligonet që janë jashtëzakonisht atraktive për këto ushtrime të përgatitura enkas për këtë, edhe vetë deklaratat edhe të atasheve sigurisë ushtarak me cilë kanë kontaktuar janë të befasuar për smiri me gjithë zhvillimin e këtyre ushtrimeve, pasi kishte edhe përfasues diplomatik të shteteve, ishte edhe presidentja si Komandë Suprem, po njëkohësisht edhe kryeministri edhe. Dhe pikërisht dua të ndalem te kryeministri, që tha që ky armatim që shihni është bler brenda 3 viteve të qeverisë së tij, vetëm një armë tha që ka qenë më herë. Pa e tash nuk do të them karikua dhe në atë mënyrë, por realiteti është që në vazhdimsi ne kemi armatosur forcën e sigurisë Kosovës, por realiteti tjetër që viteve të fundit ka pas një rritje të buxhetit shumë fisht në krahasim me të kaluarën, edhe njëkohësisht edhe investimi në armatim. Edhe kjo e bën të veçantën. Pra, thot se në bazë të asaj thonë se 4 vitet e fundit janë... Azëm humëve të kanë qenë më herët, apo jo? I pam, edhe në pamje. Po disa lloje, ndoshta jo, armëve. Edhe më herët nuk ka të bëjë vetëm me një automatike ekler apo diçka, por ka pas edhe këto armë pjesërisht kanë qenë edhe në kaluarën, por realiteti është që dikun 4 vitit e fundit janë investuar mbi 200 milion euro në armatim. Mandej buxheti është shtuar, është shumë fishue. Dronët s'kanë qenë më herët? Dronët s'kanë qenë e të tjera pajisje ushtarake? Kontrata për Xhevellinët? Po, Xhevellinë që janë porositur edhe akoma janë procedurë për kalim, edhe normal, edhe armatimet tjera anti-blen, por edhe mbrojtje kundër ajrore, që në porosit nga Turqia dhe që janë në pajisje, pra më them edhe për automjetet apo mjetet e blinduara, edhe ato kanë një veçori. Pra, duhet pranuar se dikon 4 vitet e fundit kemi shtesë të buxhetit, pra shumë a shumë kemi investime në armatim, por do të kuptohet që edhe forca e sigurisë Kosovës është në fazën e tranzicionit 10 vjeçare dhe përfundon vitin 2028, edhe deri atëherë do të kem ashtu si folet do të kem 7.000. Deklaratat politike janë që Kosova është e gatshme, FSK-ja është e gatshme që të bëhet pjesë e NATO-s. Zoti Ibishja është e gatshme, ai ka gjithë kapacitetet aktualisht. Zoti Gutur, mirë se jenë në rrugë e sipër për më zhvillu, por janë disa procedura, janë disa faza për të qenë pjesë e NATO-s, pra pas të kalojmë fazën e tranzicionit, ne presim të hyjmë besoj shpejti në partneritetin për paqe, e cila ka një kohë zgjatje, edhe mendoj që në këtë drejtim, por kyçja jonë edhe në përveç misione humanitare edhe në pashurëse që ishte në Kuvajt, në kuadër të misitjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe duhet pranuar që kemi edhe pra shtimin e trajnimeve jashtë. Tash ishin 152 ushtarak pra që ishin në Shtetet Bashkuara apo janë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në trajnime. Mendoj që në gjitha këto ka bë të veçantën pra shtimi kapacitetit të FSK-s përveç dështimit në Defender of Europe 23. Kjo qeveri nuk e quante përjashtim, por suspendim të përkohshëm. Po të qënë si doni ne u përjashtum 30 para përfundimit të asaj. E ka pas një efekt jo të mirë, nga se nuk u bëjë certifikimi i pritër, se duhet përfundoj ai manovër, edhe rregullat janë strikte. Janë standardet e NATO-s që mjafton vetëm një kriter mos plotësohet edhe ajo dështon. Mendoj që e kemi një mundësi të humbur. Kjo stërvitje ushtarake, çfarë dëshmon forcën e ushtrisë Kosovës për situatën e sigurisë apo çfarë? Po, duke qenë se akoma ne nuk jemi pjesë e NATO-s, kjo na jep një avantazh të madh, vetë ftesa
do të falenderoj partnerit tonë kryesor strategjik të Bashkuarat e Amerikës, sa e luajti rol të veçantë në një situatë mjaft të ndjeshme kur në vitin 2018, pra u bë transformimi përkundër një formë rezistencës shumë vendeve të NATO-s, por edhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në atë kohë, zoti Stoltenberg, kur ishin deklarata që FSK-ja nuk do të transformohet ditën dhjetor të vitit 2018, kur një formë u dha viza nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përkundër shumë kundërshtimeve, edhe Parlamenti i Kosovës miratoi transformimin nga një mision civil në ushtarak. Mendoj që krejt kjo i jep Shtetet Bashkuara të Amerikës apo partneri jonë kryesor strategjik na jep krah edhe në këtë ushtrim që është, sigurisht thash, më i madh në 10 vitet e fundit. Kemi parë edhe deklarata nga zyrtar qevetar, nga ministri në detyrë i mbrojtjes maqedonce, po ashtu edhe nga kryeministri Kurti, që Serbia ka shtuar prezencën ushtarake në afërsitë të kufirit me Kosovën. E ka ndërhidhur zoti Kurti edhe me këtë stërvitje ushtarake shumë kombëshe Defender 2025. Po, ishte Serbia mbajti pra Këshillin e Sigurisë Nacionale, edhe tash nuk do të marrë, se për herë shkon me masa ekstreme, kur niveli politik në këtë mbledhje që gjatë dikon rreth 2 orëve, ashtu si këto mediumet opozitare në Serbi pra lajmërojnë edhe çfarë kanë rritur informacionet se pra institucione apo pjesës funksionale të sistemit sektorit sigurisë krerëve ju dha urdhër që bëjnë planet operative lidhur me Kosovën, duke marrë edhe Ministrinë e Brendshme që si forcat policore, apo njësitë policore, mandej ato shtatmadhërisë, shefët e shtatmadhërisë, pra të forcat amatosura, por edhe inteligjencës, edhe ka lëvizje, pasi që ne kemi sistem të interceptimit edhe për cilën rrjedhat, që ka koncentrim të ashtë 70% është çështja e vlerësimit, pra të inteligjencës qoftë ushtarake apo edhe të publike, them kësaj të shtetërore. Krejt në fund dhe shkurtimisht, a paraqisin rrezik këto për sigurinë nacionale të Kosovës? Por qëni, unë nuk shoh ndonjë rrezik për ndonjë invadim apo sulm klasik në Kosovë, pra apo konvencional, por rreziku për sulme hibride akoma është i mundshëm. Dhe për këtë duhet gjithsesi duhet animohet edhe prezencën ndërkombëtare, por edhe vetë një do të ngrit nivelin e sigurisë kuptim të kontrollit të vizë kufitare, kalimeve kufitare, por edhe me të qenë më vigjilent në këtë situatë, jo për një mundësi nga se vëshiqi me establishmenti e vetë nuk do të ketë guzim të ndërmarrë një veprim të tillë, por gjithsesi ekziston rreziku për përsëritje në ndoshta një formë tjetër të grupeve që mund të infiltrohen edhe të tentojnë të apo forma të tjera që luftës hibride që nuk është se thonë vetëm infiltrimi i grupeve terroriste apo po edhe forma të tjera që mund të kenë një të destabilizojnë situatën, por jo vetëm Kosovë, do të patë parasysh se pra bota serbe ka tendenca edhe në shtetet tjera të rajonit, si këtë Bosnjë e Hercegovinë me ekstremisti Dodik, mandej elementin pro-rus e pro-serb në Maltezi e Maqedoni, kështu që gjithandej nuk është situata vetëm kërcënuese ndonjë nesh, do të më marrë me shumë them me ndonjë kërcënim apo rrezik, por e tjetër është që Ballkani çdo herë është një formë në tension, mu për shkak një aleance mes pra aleancës ruso-serbe, zore aludojnë në botën serbe, që është të përkrahur në aspektin geostrategjike ruse, edhe ato nëpërmes fuqisë që do dikut për elementit pro-rus në Maltezi, Maqedoni, por edhe Kosova pra në atë them vorbull të mundësive të tensionimit. Do të bishit falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë që të ishit këtu në Infonatë.